Ishte një mëngjes I zakonshëm në degën bankare më luksoze të qytetit, derisa një fermer I moshuar hyri nga dera kryesore. Kapela e tij prej kashte ishte e shpuar, këmisha e zbehur nga koha dhe çizmet e ndotura nga balta. Gjergj Almeida dukej krejtësisht jashtë vendit në atë ambient të përkryer dhe të ftohtë. Kur ai kërkoi të transferonte 15 milion, agjencia u ngri në heshtje dhe e qeshura mizore e drejtorit u përhap në sallë. Nëse ke aq para në llogari, ta paguaj 2 fishin. Por Leonard Fusha nuk e dinte me kë po merrej, dhe askush nuk e imagjinonte atë që do të ndodhte më pas. Gjergj Almeida shtyu derën prej xhami me duart e tij të ashpra nga puna e gjatë në fermë. Ajri I kondicionuar I ftohtë u përplas me nxehtësinë e diellit që ende I qëndronte mbi rrobat e thjeshta. Ai ishte zgjuar herët atë mëngjes, siç kishte bërë për dekada të tëra. Pi kafen e zezë, hodhi një vështrim mbi lopët në kullot dhe vendosi se ishte koha ta zgjidhte personalisht atë çështje bankare. Kapela e ndotur I mbulonte flokët e thinjur. Këmisha me kuadrate tregonte vite pune të ndershme, ndërsa çizmet mbanin ende ngjyrën e tokës së kuqe të fermës së tij. Në kyçin e dorës mbante një orë plastike të thjeshtë, të njëjtën që kishte përdorur prej shumë vitesh. Asgjë tek ai nuk bërtiste pasuri apo pushtet. Pikërisht kështu I pëlqente të shihej, si një njeri I zakonshëm. Klientët e tjerë, të veshur me kostume elegante, u larguan instinktivisht kur Gjergji kaloi pranë tyre. Gratë me taka të larta pëshpëritnin pas çantave luksoze. Burrat rregullonin kravatat me siklet. Ishte një botë pamjesh dhe gjykimesh sipërfaqësore. Leonard Fusha, drejtori I degës, I vëzhgonte të gjitha nga zyra e tij me mure xhami. I ri, ambicioz dhe I bindur se ishte fitues, ai kishte ndërtuar karrierën duke përbuzur njerëzit e thjeshtë. Për të, suksesi matej me marka, adresa dhe shifra bankare. Dhe ai plak fermer nuk përmbushte asnjë prej këtyre kritereve. Recepcionistja Karla, e re dhe admiruese e drejtorit, u përkul drejt koleges së saj. Sa turp, murmuriti ajo. Si e lam të hynte këtu? Ajo ishte mësuar të filtronte klientët sipas pamjes, siç e kishte mësuar Leonard. Kur Gjergji ju afrua sportelit, tensioni u ndje në ajër. Zhurma e çizmeve të tij mbi mermer duke e huaj. Leonard doli nga zyra me hapa të sigurt dhe një buzëqeshje që nuk arrinte kurrë tek sy. A mund t'ju ndihmoj? Tha ai me një ton përçmues. Gjergji hoqi kapelen duke zbuluar një fytyrë të rrudhur nga dielli, por me sy të mprehë. Mirëmëngjes, djalosh. Dua të bëj një transferim nga llogaria ime. Leonard mezi e fsheu të qeshurën. Sigurisht, zotëri. Sa dëshironi të transferoni? 15 milion. Për një investim në një kompani ndërmjetësimi. Duhet të kryhet sot. Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Leonard shpërtheu në të qeshura. Karla e ndoqi. 15 milion, tha ai me sarkazëm. Nëse I ke vërtet, ta jap 2 fishin. Gjergji qëndroi I qetë. Ai ishte mësuar me përbuzjen. Janë 15 milion. Mund ta kontrolloni llogarin. Askush nuk e dinte se ai burr I thjesht ishte aksionari kryesor I bankës. Për ta kuptuar kush ishte vërtet Gjergj Almeida, duhet të kthehemi shumë vite pas, kur një djalë I vogël ecte zbathur në fushat e një ferme që nuk I përkiste familjes së tij. I lindur në një familje punëtorësh rural, ai e njohu varfërinë herët, por kur nuk lejoi që ajo t'i helmonte shpirtin. Babai I tij, John Almeida, punonte nga agimi deri në perëndim. Nëna, zonja Rose, qepte deri natën vonë për të ndihmuar familjen. Gjergji ndihmonte në ar, por kishte një etje të pashuar për dijen. Lexonte gjithçka që I binte në dorë. Mësuesja e tij, Maria Shenjt, vuri re menjëherë potencialin e tij. Ajo I huazonte libra dhe e inkurajonte të vazhdonte. Ai studionte në dritën e një llambe, ndërsa të tjerët pushonin. Kur ishte adoleshent, vendosi të shkonte në qytet për të punuar si ndihmës ndërtimi. Jetonte në kushte të vështira, por nuk u dorëzua. Punonte gjatë ditës dhe studionte në mbrëmje. Ai I premtoi vetes se do të dilte nga varfëria pa humbur kurrë për ulsinë. Me kursimet e para, bëri një veprim që të tjerët e quajtën të çmendur, investoi në aksione. Vitet që pasuan ishin plot sakrifica. Çdo qindark e kursyer ishte një farë për të ardhmen. U njoh me Maria Josefinën, një mësuese me zemër të madhe, e cila e mbështeti në çdo hap. Ata kaluan vështirësi, por nuk humbën kurrë besimin.
Investimi i parë i madh ishte blerja e një ferme të braktisur. Me punë të palodhur, Gjergji e ktheu atë në një pasuri të lullzuar. Fqinjet që dikur talleshin tani kërkonin këshilla. Me kalimin e kohës, ai u bë jashtëzakonisht i pasur, por jetoi gjithmonë thjesht. Kur bleu aksionet e një banke të vogël, askush nuk besoi tek ai. Por në drejtimin e tij të heshtur, banka u rrit dhe u bë një institucion i respektuar. Në vitet e fundit, Gjergji kishte marrë ankesa për sjelljen e stafit ndaj klientëve të thjeshtë. Prandaj vendosi të shkonte vetë në deg, jo si pronar, por si fermer. Dhe ajo që pa, e bindi se kishte ardhur koha për ndryshim. Ishte mëngjes në degën qendrore të bankës së qytetit. Gjergj Almeida ishte veshur me rrobat e tij të zakonshme, i qetë dhe i përgatitur për një mësim që Leonard Fusha nuk do ta harronte kurrë. Leonard ende qeshte me shakan e vet kur vendosi ta shndërronte atë moment në një demonstrim pushteti. Për të, vendosja e njerëzve në vendin e tyre ishte më shumë se sa argëtim. Ishte mënyra e tij për të ruajtur rendin dhe hierarkinë që ai e konsideronte natyrore. Zotëri Gjergj, tha Leonard me një ton fals profesional, për transferta të këtij niveli kemi protokole të veçanta. Duhet rezervim paraprak në shërbimin privat, dokumente që vërtetojnë origjinën e fondeve dhe një sër procedurash të tjera. Gjergji mbeti i qetë. Djalosh, kjo është llogaria ime prej më shumë se 2 dekadash. Nuk kam pasur kur nevojë për rezervim për të lëvizur paratë e mia. Ah, por rregullat kanë ndryshuar, buzëqeshi Leonard me djallëzi. Sidomos për shuma të mëdha. Është politikë e brendshme kundër pastrimit të parave. Karla, sill formularet e plot të verifikimit për zotërinë. Karla, e kënaqur nga situata, u ngrit me nxitim. Sigurisht, zotëri Leonard, tha ajo, do të sjell edhe deklaratat e origjinës së të ardhurave dhe dokumentet e kapacitetit ekonomik. Punonjës të tjerë u afruan, të tërhequr nga ajo që dukej si një procedurë e pazakonshme. Sandra, mbikëqyrësia, ju bashkua grupit. Problem, Leonard? Nuk ka problem, u përgjigj ai ftohtë. Thjesht po zbatojmë rregullat. Ky zotëri dëshiron të transferojë një shumë të madhe pa dokumentacionin e duhur. Doktor August Mediri, që po priste në radhën VIP, shërtiu me përçmim që ta dëgjonin të gjithë. Këto situata vonojnë shërbimin për klientët serioz, sepse nuk drejtohen në degë më të përshtatshme. Doktori ka të drejtë, shtoi Patricia Maloku, duke parë orën e artë në kyçin e dorës. Ka institucione rurale që i shërbejnë këtij profili klientësh. Leonard mori një grumbull formularësh nga Karla. Do të duhet t'i plotësoni këto dokumente. Janë vetëm disa formular, tha ai me teatr. Gjithashtu, na duhen kopje të notarizuara të ardhurave të viteve të fundit, deklarata tatimore dhe dokumente pronësie. Dhe, shtoi Karla me një buzëqeshje helmuese, transferimet e mëdha përpunohen vetëm me njoftim paraprak për arsye sigurie. Marku, roja i sigurisë, bëri një hap përpara. Zotëri Leonard, ndoshta është më mirë që zotëria të kthehet një ditë tjetër. Po shkakton parehati tek klientët. Robert Silva, një biznesmen, tunte kokën me mosmiratim. Kjo ndodh kur përzihen klientët. Secili në vendin e vet. Gjergji vështroi formularet dhe më pas fytyrat përreth. Të gjithë prisnin që ai të tërhiqej, të ndihej i turpëruar. Por Gjergji e njihte shumë mirë vendin e tij dhe ai vend ishte pikërisht aty. Leonard, tha ai qetësisht, më duket se po krijoni pengesa që nuk ekzistonin kur hapa këtë llogari. A vlen këto formular për të gjithë, apo vetëm për ata që ju mendoni se nuk e meritojnë të jenë këtu? Pyetja preu ajrin si thik. Leonard u ndje në siklet për një çast, por u rikthye shpejt në arrogancë. Janë procedura standarde, zotëri Gjergj. Nëse do të kishit lëvizje të rregullta të shumave të mëdha, do t'i njihnin. Sa e çuditshme, tha Gjergji, duke nxjerrë nga xhepi telefonin e tij të thjeshtë, sepse javën e kaluar transferova një shumë edhe më të madhe nga kjo llogari në një bank tjetër pa asnjë formular shtesë. Heshtja u bë e rëndë. Leonard shkëmbeu shikime me Sandrën, e cila përmendi me zë të ulët verifikimin e historikut të llogarisë. Por ai këmbënguli. Sot transferimi nuk mund të kryhet. Duhet të ktheheni me dokumentet. Ana Paula, që kishte vëzhguar gjithçka në heshtje, u afrua me hezitim. Më falni, zotëri Leonard, por nëse ka histori transaksionesh të mëdha, ndoshta mund të bëhet përjashtim? Ana Paula, tha Leonard me zë paralajmërues, secili të merret me punën e vet, rregullat janë për t'u zbatuar. Gjergji pa përreth.
Pa punonjës që fshieshin pas rregullave të sajuara, klientë që ndiheshin superior dhe një sistem të ndërtuar për të poshtëruar ata që nuk përshtateshin. E kuptoj, tha ai më në fund. Nëse nuk doni ta përpunoni sot, është në rregull. Dua të flas me drejtorin rajonal. Leonard buzëqeshi me kënaqësi. Është në takim, por mund ta lë një mesazh. Nuk ka nevojë, u përgjigj Gjergji. Unë do të pres. Dhe ai bëri diçka që askush nuk e priste. U ul në një koltuk të zonës VIP dhe kryqëzoi këmbët, i vendosur të priste sa të duhej. Ajo që Leonard mendonte se e kishte kontrolluar, filloi të merrte një drejtim të rrezikshëm. Sandra ju afrua Leonardit nervoze. E kontrollova historikun. Ka lëvizje milionëshe çdo javë. Gjithçka është në rregull. Leonard u zbe. Duhet të jetë llogari biznesi, murmuriti ai. Por Karla u afrua me fytyrë të zbehë. Jo, zotëri Leonard. Është llogari personale, dhe ka shënim, klient premium, trajtim i veçantë. Robert Silva u bë i shqetësuar. Leonard, ndoshta duhet ta zgjidhësh këtë qedh. Në atë moment, telefoni i Leonardit ra. Në ekran shfaqej drejtoria rajonale. Ai u përgjigj me zë të dridhur. Leonard, tha zëri nga ana tjetër, a e ke verifikuar kush është Gjergj Almeida? Po, u përgjigj ai. Është një fermer që po shkakton rrëmuj. Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Leonard, tha drejtori me ton të ftohtë, ja kalon telefonin zotëri Almeidës menjëherë dhe e trajton me respekt maksimal. Është urdhër. Leonard ju afrua Gjergjit me fytyrë të skuqur nga turpi. Zotëri Almeida, belbëzoi ai, drejtori dëshiron të flas me ju. Gjergji e mori telefonin me qetësi. Përshëndetje, Ricard. Si je, biri im? Familiariteti në zërin e tij ngriti dyshime të tmerrshme tek të gjithë. Pas bisedës, Gjergji e mbylli telefonin dhe nxori një tablet të thjeshtë. Emri im është Gjergj Almeida, tha ai me zë të qartë. Dhe unë jam aksionari kryesor i këtij banke. Ai tregoi dokumentet digjitale. Heshtja ishte absolute. Leonard ndjeu se karriera e tij kishte marrë fund. Dhe këtë fund e kishte ndërtuar vetë. Ishte një mëngjes i zakonshëm në degën bankare më luksoze të qytetit, derisa një fermer i moshuar hyri nga dera kryesore. Kapela e tij prej kashte ishte e shpuar, këmisha e zbehur nga koha dhe çizmet e ndotura nga balta. Gjergj Almeida dukej krejtësisht jashtë vendit në atë ambient të përkryer dhe të ftohtë. Kur ai kërkoi të transferonte 15 milion, agjencia u ngrin në heshtje dhe e qeshura mizore e drejtorit u përhap në sallë. Nëse ke aq para në llogari, ta paguaj 2 fishin. Por Leonard Fusha nuk e dinte me kë po merrej, dhe askush nuk e imagjinonte atë që do të ndodhte më pas. Gjergj Almeida shtyu derën prej xhami me duart e tij të ashpra nga puna e gjatë në fermë. Ajri i kondicionuar i ftohtë u përplas me nxehtësinë e diellit që ende i qëndronte mbi rrobat e thjeshta. Ai ishte zgjuar herët atë mëngjes, siç kishte bërë për dekada të tëra. Pi kafen e zezë, hodhi një vështrim mbi lopët në kullot dhe vendosi se ishte koha ta zgjidhte personalisht atë çështje bankare. Kapela e ndotur i mbulonte flokët e thinjur. Këmisha me kuadrate tregonte vite pune të ndershme, ndërsa çizmet mbanin ende ngjyrën e tokës së kuqe të fermës së tij. Në kyçin e dorës mbante një orë plastike të thjeshtë, të njëjtën që kishte përdorur prej shumë vitesh. Asgjë tek ai nuk bërtiste pasuri apo pushtet. Pikërisht kështu i pëlqente të shihej, si një njeri i zakonshëm. Klientët e tjerë, të veshur me kostume elegante, u larguan instinktivisht kur Gjergji kaloi pranë tyre. Gratë me taka të larta përshpëritnin pas çantave luksoze. Burrat rregullonin kravatat me siklet. Ishte një botë pamjesh dhe gjykimesh sipërfaqësore. Leonard Fusha, drejtori i degës, i vëzhgonte të gjitha nga zyra e tij me mure xhami. I ri, ambicios dhe i bindur se ishte fitues, ai kishte ndërtuar karrierën duke përbuzur njerëzit e thjeshtë. Për të, suksesi matej me marka, adresa dhe shifra bankare. Dhe ai plak fermer nuk përmbushte asnjë prej këtyre kritereve. Recepcionistja Karla, e re dhe admiruese e drejtorit, u përkul drejt koleges së saj. Sa turp, murmuriti ajo. Si e lam të hynte këtu? Ajo ishte mësuar të filtronte klientët sipas pamjes, siç e kishte mësuar Leonard. Kur Gjergji ju afrua sportelit, tensioni u ndje në ajër. Zhurma e çizmeve të tij mbi mermer duke e huaj.
Leonard doli nga zyra me hapa të sigurt dhe një buzëqeshje që nuk arrinte kurrë tek sy. A mund t'ju ndihmoj, tha ai me një ton përçmues. Gjergji hoqi kapelen duke zbuluar një fytyrë të rrudhur nga dielli, por me sy të mprehë. Mirëmëngjes, djalosh. Dua të bëj një transferim nga llogaria ime. Leonard mezi e fsheu të qeshurën. Sigurisht, zotëri. Sa dëshironi të transferoni? 15 milion. Për një investim në një kompani ndërmjetësimi. Duhet të kryhet sot. Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Leonard shpërtheu në të qeshura. Karla e ndoqi. 15 milion, tha ai me sarkazëm. Nëse i ke vërtet, ta jap 2 fishin. Gjergji qëndroi i qetë. Ai ishte mësuar me përbuzjen. Janë 15 milion. Mund ta kontrolloni llogarin. Askush nuk e dinte se ai burr i thjesht ishte aksionari kryesor i bankës. Për ta kuptuar kush ishte vërtet Gjergj Almeida, duhet të kthehemi shumë vite pas, kur një djalë i vogël ecte zbathur në fushat e një ferme që nuk i përkiste familjes së tij. I lindur në një familje punëtorësh rural, ai e njohu varfërinë herët, por kur nuk lejoi që ajo t'i helmonte shpirtin. Baba i tij, John Almeida, punonte nga agimi deri në perëndim. Nëna, zonja Rose, qepte deri natën vonë për të ndihmuar familjen. Gjergji ndihmonte në ar, por kishte një etje të pashuar për dijen. Lexonte gjithçka që i binte në dorë. Mësuesja e tij, Maria Shenjtë, vuri re menjëherë potencialin e tij. Ajo i huazonte libra dhe e inkurajonte të vazhdonte. Ai studionte në dritën e një llambe, ndërsa të tjerët pushonin. Kur ishte adoleshent, vendosi të shkonte në qytet për të punuar si ndihmës ndërtimi. Jetonte në kushte të vështira, por nuk u dorëzua. Punonte gjatë ditës dhe studionte në mbrëmje. Ai i premtoi vetes se do të dilte nga varfëria pa humbur kurrë për ulsin. Me kursimet e para, bëri një veprim që të tjerët e quajtën të çmendur, investoi në aksione. Vitet që pasuan ishin plot sakrifica. Çdo qindark e kursyer ishte një far për të ardhmen. U njoh me Maria Josefinën, një mësuese me zemër të madhe, e cila e mbështeti në çdo hap. Ata kaluan vështirësi, por nuk humbën kurrë besimin. Investimi i parë i madh ishte blerja e një ferme të braktisur. Me punë të palodhur, Gjergji e ktheu atë në një pasuri të lullëzuar. Fqinjet që dikur talleshin tani kërkonin këshilla. Me kalimin e kohës, ai u bë jashtëzakonisht i pasur, por jetoi gjithmonë thjesht. Kur bleu aksionet e një banke të vogël, askush nuk besoi tek ai. Por në drejtimin e tij të heshtur, banka u rrit dhe u bë një institucion i respektuar. Në vitet e fundit, Gjergji kishte marrë ankesa për sjelljen e stafit ndaj klientëve të thjeshtë. Prandaj vendosi të shkonte vetë në deg, jo si pronar, por si fermer. Dhe ajo që pa, e bindi se kishte ardhur koha për ndryshim. Ishte mëngjes në degën qendrore të bankës së qytetit. Gjergj Almeida ishte veshur me rrobat e tij të zakonshme, i qetë dhe i përgatitur për një mësim që Leonard Fusha nuk do ta harronte kurrë. Leonard ende qeshte me shakan e vet kur vendosi ta shndërronte atë moment në një demonstrim pushteti. Për të, vendosja e njerëzve në vendin e tyre ishte më shumë se sa argëtim. Ishte mënyra e tij për të ruajtur rendin dhe hierarkinë që ai e konsideronte natyrore. Zotëri Gjergj, tha Leonard me një ton fals profesional, për transferta të këtij niveli kemi protokolle të veçanta. Duhet rezervim paraprak në shërbimin privat, dokumente që vërtetojnë origjinën e fondeve dhe një sër procedurash të tjera. Gjergji mbeti i qetë. Djalosh, kjo është llogaria ime prej më shumë se 2 dekadash. Nuk kam pasur kur nevojë për rezervim për të lëvizur paratë e mia. Ah, por rregullat kanë ndryshuar, buzëqeshi Leonard me djallëzi. Sidomos për shuma të mëdha. Është politikë e brendshme kundër pastrimit të parave. Karla, sill formularet e plot të verifikimit për zotërinë. Karla, e kënaqur nga situata, u ngrit me nxitim. Sigurisht, zotëri Leonard, tha ajo, do të sjell edhe deklaratat e origjinës së të ardhurave dhe dokumentet e kapacitetit ekonomik. Punonjës të tjerë u afruan, të tërhequr nga ajo që dukej si një procedurë e pazakonur. Sandra, mbikëqyrësia, ju bashkua grupit. Problem, Leonard? Nuk ka problem, u përgjigj ai ftohtë. Thjesht po zbatojmë rregullat. Ky zotëri dëshiron të transferojë një shumë të madhe pa dokumentacionin e duhur. Doktor August Mediri, që po priste në radhën VIP, pshertiu me përçmim që ta dëgjonin të gjithë.
Këto situata vonojnë shërbimin për klientët serioz, sepse nuk drejtohen në degë më të përshtatshme. Doktori ka të drejtë, shtoi Patricia Maloku, duke parë orën e artë në kyçin e dorës. Ka institucione rurale që i shërbejnë këtij profili klientësh. Leonard mori një grumbull formularësh nga Karla. Do të duhet t'i plotësoni këto dokumente. Janë vetëm disa formular, tha ai me teatr. Gjithashtu, na duhen kopje të notarizuara të ardhurave të viteve të fundit, deklarata tatimore dhe dokumente pronësie. Dhe, shtoi Karla me një buzëqeshje helmuese, transferimet e mëdha përpunohen vetëm me njoftim paraprak për arsye sigurie. Marku, roja i sigurisë, bëri një hap përpara. Zotëri Leonard, ndoshta është më mirë që zotëria të kthehet një ditë tjetër. Po shkakton parehati tek klientët. Robert Silva, një biznesmen, tunte kokën me mosmiratim. Kjo ndodh kur përzihen klientët. Secili në vendin e vet. Gjergji vështroi formularet dhe më pas fytyrat përreth. Të gjithë prisnin që ai të tërhiqej, të ndihej i turpëruar. Por Gjergji e njihte shumë mirë vendin e tij dhe ai vend ishte pikërisht aty. Leonard, tha ai qetësisht, më duket se po krijoni pengesa që nuk ekzistonin kur hapa këtë llogari. A vlen këto formular për të gjithë, apo vetëm për ata që ju mendoni se nuk e meritojnë të jenë këtu? Pyetja preu ajrin si thik. Leonard u ndje në siklet për një çast, por u rikthye shpejt në arrogancë. Janë procedura standarde, zotëri Gjergj. Nëse do të kishit lëvizje të rregullta të shumave të mëdha, do t'i njihnin. Sa e çuditshme, tha Gjergji, duke nxjerrë nga xhepi telefonin e tij të thjeshtë, sepse javën e kaluar transferova një shumë edhe më të madhe nga kjo llogari në një bank tjetër pa asnjë formular shtesë. Heshtja u bë e rëndë. Leonard shkëmbeu shikime me Sandrën, e cila përmendi me zë të ulët verifikimin e historikut të llogarisë. Por ai këmbënguli. Sot transferimi nuk mund të kryhet. Duhet të ktheheni me dokumentet. Ana Paula, që kishte vëzhguar gjithçka në heshtje, u afrua me hezitim. Më falni, zotëri Leonard, por nëse ka histori transaksionesh të mëdha, ndoshta mund të bëhet përjashtim? Ana Paula, tha Leonard me zë paralajmërues, secili të merret me punën e vet, rregullat janë për t'u zbatuar. Gjergji pa përreth. Pa punonjës që fshiheshin pas rregullave të sajuara, klientë që ndiheshin superior dhe një sistem të ndërtuar për të poshtëruar ata që nuk përshtateshin. E kuptoj, tha ai më në fund. Nëse nuk doni ta përpunoni sot, është në rregull. Dua të flas me drejtorin rajonal. Leonard buzëqeshi me kënaqësi. Është në takim, por mund ta lë një mesazh. Nuk ka nevojë, u përgjigj Gjergji. Unë do të pres. Dhe ai bëri diçka që askush nuk e priste. U ul në një koltuk të zonës VIP dhe kryqëzoi këmbët, i vendosur të priste sa të duhej. Ajo që Leonard mendonte se e kishte kontrolluar, filloi të merrte një drejtim të rrezikshëm. Sandra iu afrua Leonardit nervoze. E kontrollova historikun. Ka lëvizje milionësh çdo javë. Gjithçka është në rregull. Leonard u zbe. Duhet të jetë llogari biznesi, murmuriti ai. Por Karla u afrua me fytyrë të zbehë. Jo, zotëri Leonard. Është llogari personale dhe ka shënim, klient premium, trajtim i veçantë. Robert Silva u bë i shqetësuar. Leonard, ndoshta duhet ta zgjidhësh këtë qedh. Në atë moment, telefoni i Leonardit ra. Në ekran shfaqej drejtoria rajonale. Ai u përgjigj me zë të dridhur. Leonard, tha zëri nga ana tjetër, a e ke verifikuar kush është Gjergj Almeida? Po, u përgjigj ai. Është një fermer që po shkakton rrëmuj. Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Leonard, tha drejtori me ton të ftohtë, ja kalon telefonin zotëri Almeidës menjëherë dhe e trajton me respekt maksimal. Është urdhër. Leonard ju afrua Gjergjit me fytyrë të skuqur nga turpi. Zotëri Almeida, belbëzoi ai, drejtori dëshiron të flasë me ju. Gjergji e mori telefonin me qetësi. Përshëndetje, Ricard. Si je, biri im? Familiariteti në zërin e tij ngriti dyshime të tmerrshme tek të gjithë. Pas bisedës, Gjergji e mbylli telefonin dhe nxori një tablet të thjeshtë. Emri im është Gjergj Almeida, tha ai me zë të qartë. Dhe unë jam aksionari kryesor i këtij banke. Ai tregoi dokumentet digjitale. Heshtja ishte absolute. Leonard ndjeu se karriera e tij kishte marrë fund.
dhe këtë fund e kishte ndërtuar vetë.